Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Ata që nuk më ndjekin dhe vim për herë të parë në videon tim e sot, unë jam Jeta dhe ju ftoj të më ndiqni të reja. Ka kaluar një vit, një kohë e gjatë. Pikërisht një vit shumë i gjatë. Për ata që nuk e din, si ka qenë ky vit për ty? Ky vit për mua mund të them me plot gojën që ka qenë në vitin më i vështirë ndonjëherë. Një vit i zi, shumë i vështirë. Ta nisim nga fillimi. Një vit më parë, datën 10 janar. Data 10 janar ishte data që shënoi ditën më të keqe, më të errët, më të zezë që kishte ndodhur ndonjëherë në jetën time. Pikërisht ajo datë mua më shkatroi si njeri. Sot jam pa fjalë, edhe kam shumë të vështirë të flas për këtë temë. Për këtë arsye unë pata një pauzë shumë të gjatë. Mendoj që ka ardhur momenti të flas. Data 10, unë zgjohem në mëngjes, si çdo mëngjes, edhe marr një lajm, por që normalisht ky lajm nuk ishte i vërtetë. Po më dridhet zëri, më falni. Po sepse ne të tham ty që ka vdekur gjyshi, pra nuk të treguam. Pikërisht, po ky ishte një lajm i rrem, edhe normalisht që unë mërzita, sepse me gjyshin ishim rritur, normalisht që do mërzisja për gjyshin, por nuk e dija se çfarë më priste pas asaj. Ndërkohë që unë nisem nga Italia, mbas dite, me sa mbaj mendun, edhe për të arritur në darkë, në shtëpi, me idenë që ka vdekur gjyshi. Që ishte gjyshi, pastaj shembet qielli, më bie mbi kokë, kur unë marr vesh që ishte humbur jetën vllai im edhe jo gjyshi. Pra ti mbërrite në shtëpi, edhe atje kush ka tha alarm, kush të priti? Unë pasi zbres nga makina, kisha shumë rrahje të zemrës të forta, sepse nuk e di, sikur zemra ime kishte ndjerë diçka nuk shkonte, përveç që më ishin thënë që ka vdekur gjyshi, por nuk kisha diçka që nuk di si ta shpjegoj. Zbresin poshtë disa familjarë që unë me mendimin që është natë dhe po vinë të na ndihmojnë që të ngjitemi lart. Mbajnë gjërat, se normalisht vajza ishte e vogël, por ato kishin ardhur, ishin afër meje kur të më tregonin këtë lajm. Këtë gjë ma ka treguar kunati im. Mu në ato momente thjesht më kujtua diçka, një ëndër që kisha parë një natë më para. Po, vërtet të cilën ti ma tregove ta kam treguar dhe ty, po. Atë ditë në mëngjes ti më tregove këtë ëndrën. Kur mora vesh lajmin, mua direkt më kujtua ëndra dhe thjesht isha e shokuar, nuk di ta shpjegoj. E çuditshme se si ne e marrim jetën për të mirëqenë. Mendojmë që këto historitë që dëgjojmë, lamet e trishta mund të ndodhin kujdo përveç se neve apo familjarëve tonë të dashur. Vdekja është aty, për të gjithëve. Po. Prandaj edhe duhet të shërojmë jetën, të kalojmë sa më shumë kohë me njerëzit tonë të afërt, me familjarët tonë. Jeta është e shkurtër. Edhe duhet jetuar. Aq sa është, edhe të mos mërzitemi për gjëra të kota, dëgjojmë momentet dhe çastet e vogla që më të vërtet kanë rëndësi më shumë se sa mund ta mendojmë që kanë rëndësi. Që një nga afër, e di që për ty është vështirë të shprehesh, je mbyllur edhe i mban gjërat në vetvete. Po, vendosa ta bëj këtë video. Të parë mund të them për vllain tim, sepse ai ka qenë personi i parë edhe i vetëm që shikonte të gjitha videot e mia, komentonte, më mbështeste. Unë edhe sot vazhdoj të shikoj mesazhet që më dërgonte, që më komentonte videot, edhe ndihem shumë e lumtur për këtë pjesë që e kisha, pikërisht vllain tim e kisha afër në rrugtimin tim që mora për të hapur kanal në YouTube. Videot që do vazhdoj të bëj për vllain tim, për mbështetjen që ai më ka dhënë deri në ditën e fundit. Në radhë të dytë për të gjithë njerëzit që kanë shkruar, kanë komentuar, Jeta, pse nuk po bën video, Jeta kur do hedhësh vlog, të gjithë njerëzit që më kanë qendruar afër, po bëj video përsëri. Patjetër që njerëzit e projektojnë në mënyra të ndryshme dhimbjen. Njëri që nuk e shpreh dhimbjen nuk do thotë që nuk e ka. Jo të gjitha shprehin në një mënyrë, por bën mirë ta dash dhimbjen. Po. Ta tregosh ato që ndjen.
Jo çdo gjë kalohet vetëm, ju ka nevojë për një njeri që të shprehë ndjenja, të flasi. Më pas, të bëjmë pak për pjesën tjetër të ditë, kur të piqër të rikthehesh në normalitet. Po gjetë forca për të... Forca ishte familja edhe vajza. Ishte një përmbledhje e shkurtër, në fakt, se normalisht u detyrohesh atyre që të kanë mbështetur dhe që të ndjekin. Dhe kemi disa pyetje nga ndjekësit e tu të YouTube-it edhe të Instagramit. Pyetje interesante në fakt. Ka qenë sfida më e madhe në jetën tënde? Sfida më e madhe e jetës time ishte pikërisht kjo që po flisnim. Cila është dëshira jote për vitin 2026? Është shëndeti. Mërzitemi për gjëra të kota. Dëshira ime, po prapë është që t'ja arrijë në ëndrrën time që është për YouTube-in. Pastaj një pyetje e cila besoj edhe kjo e dhën përgjigjen, cila histori personale të ka mësuar se edhe pas ditëve të errta vjen dritë? Po, kjo që folëm dhe më përpara është e vetmja histori e imja personale që sot e ndava dhe me ju që edhe pas pikës më të errët mund të ndodhë në jetën tënde të gjejmë forcën edhe të vazhdojmë të ecim përpara. Çfarë të ka frymëzuar të hapësh një kanal në YouTube? Në fakt, unë kanalin në YouTube mund të ketë disa vite që e kam hapur, thjesht nuk postoja video. YouTube-i ka qenë gjithmonë ëndra ime e shpresoj që t'ja dalë, të vazhdoj përpara. Një zgjedhje e vogël që e ka përmirësuar shumë jetën tënde. Një zgjedhje e vogël që ka përmirësuar jetën time. Mund të ketë pasur disa, do veçoj vetëm njërën. Kjo zgjedhje ka qenë të shikoj jetën time. Nuk përzihem me asnjë, edhe nëse shikoj dikë që përzihet me mua, unë nuk merrem fare me të. Mjaftoj të shikoj drejtimin tim, ëndrat, dëshirat e mia, punën time edhe jam në rregull. Pastaj për të tjera, të gjitha anët negative që mund të merrja nga njerëz të tjerë, lash pas krave, po ashtu edhe njerëzit që më sillnin të negativitet e vazhdova para. Çfarë do t'i thoje vetes tënde para 5 vitesh? Vetes time të para 5 viteve. Mendoj që do i thoja vetëm kaq. Mos shiko se çfarë thonë njerëzit, ti dëgjoj zemrën edhe mendjen tate, sepse më mirë se sa e di unë çfarë dua për veten time, nuk e di njerëzit. Cili ka qenë momenti më i bukur i jetës tënde? Momenti më i bukur kur linda goca, nuk e përshkruaj dot me fjalë. Për çfarë ke më shumë nevojë në këtë moment jetës tënde? Më shumë nevojë kam për qetësi, për asgjë tjetër. Të jem mirë, të kem familjen mirë, kaq. Nëse do mund të haje një ushqim gjithë jetën tënde, cili do ishte? Nuk e di, se unë në përgjithësi jam njeri që i hajë shiko. Unë haj çdo ushqim. Nëse do ishte me patjetër të zgjidhja një ushqim, mendoj që do ishte sallata Cezare. Do e haja çdo ditë pa u mërzitur. Nëse jeta jote do të ishte një kapitull libri, çfarë titulli do i vije dhe pse? Do i vije një titull shumë të shkurtër, vetëm një fjalë. Ëndrat, sepse jam një vajzë ëndrimtare që kisha edhe në femërinë time kisha shumë ëndra. Shumicën prej tyre mendoj që i kam realizuar, edhe tani kam shumë ëndra dhe shpresoj t'ja dal. Çfarë do ndryshoje nga jeta jote nëse do mundja? Nëse do mundja, do ndryshoja pikërisht këtë vit që kalova, zhdukja nga jeta ime dhe mos kishte ndodhur kurrë. Në fakt, kam edhe një pyetje të fundit. Po patjetër. Duhet ta bëj. Pse kur unë të çoj 3 ose 4 vokale, ti dëgjon vetëm njërën? Ishte shaka ajo pyetja. Pyetja që doja të bëja unë është para se të zër gjumi. E ti është ai 5 minutë, as 5 minutë që mund të them, ai 2 minutë që përpara se të zër gjumi, dhe çdo njeri kur bën një reflektim ose bën një përmbledhje gjithë gjërave që na ndodhin, edhe të zë gjumi duke menduar për një moment caktuar, për një person caktuar, për i pak më shumë ndodh mua. Ti, për çfarë mendon? Nuk është se ndodh vetëm 2 minuta ose 5 minuta. Mua më ka rastisur që të ketë shkuar edhe gjysore ose deri në orën 1. Po, dhe zë gjumi duke menduar për atë gjë të caktuar. Po, unë jam një njeri çuditshëm në fakt, se nëse më kalon orari i gjumit, nuk më merr gjumi më. Edhe mendja ime fluturon sa në një cep, sa në një cep tjetër. Çdo natë është diçka e ndryshme. Pas kësaj ngjarje që ndodhi, mund të them që çdo natë më mendoj po të njëjtin gjë, pse duhet të ndodhte kjo, edhe pse duhet të ndodhte pikërisht kështu. Mendoj për jetën time, si të përmirësoj veten time, mendoj për dhënien time si grua, si të
Mundohem unë që të krijoj një familje të shëndetshme për fëmijët e mi. Unë shpesh e mendoj, a kam bërë diçka gabim gjatë ditës, po gaboj diçka. Njeriu nga gabimet mëson edhe të gjithë gabojmë. Të paktën unë mendoj që s'ka asnjë njeri perfekt, edhe nëse del një njeri dhe vjen më thotë jo, unë nuk gaboj asnjë gjë, unë jam perfekte. Nuk të besoj sepse të gjithë njerëzit gabojmë edhe pikërisht nga gabimet tona bëhemi njerëz më të mirë, më të përsosur. Të paktën mendimi im. Kjo e fundit ishte pyetja jote, ëh? Po, pyetja ime personale. Video e radhës kur do jetë? Siç çdo të në orën 6, si më përpara. Faleminderit që arritët deri këtu, nëse keni ndjekur videon deri në fund. Faleminderit të gjithë njerëzve që më kanë ndetur afër, edhe më kanë dërguar mesazhe, janë interesuar për mua. Kjo ishte videoja. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Si gjithmonë, bashkë që jemi në videon e radhës. Mirupafshim.